Në çfarë mënyre duhet të përgatitemi për Ramazan? Fillimisht, çdo kush prej nesh duhet ta pastrojë zemrën e vet. Duhet ta pastrojë zemrën e vet nga zilia, nga smira, nga zullumi, nga inati. Inat për hir të cilit ai i ka bojkotuar shumë veta. Inat për hir të cilit ai i ka shkëput lidhjet farefisnore. Këtë lloj inati duhet ta heqë nga zemra e vet, nga se ky inat do ta shkatërrojë atë. Nëse futet në Ramazan me inat ndaj tjerëve, me smir ndaj tjerëve, me zili ndaj tjerëve, çfarë dobie do t'i bëj Ramazani atij? Vallahi nuk ka për t'i bërë asnjë lloj dobie. Prandaj ta pastrojmë zemrën tonë, sepse zemra është vendi ku është devotshmëria. Siç thot profeti alayhis salam në hadith, at-taqwa ha huna. Thoshte profeti alayhis salam, devotshmëria është këtu dhe bënte me shenjë tek zemra e vet. Pastaj duhet të shtojmë namazet nafile, duhet të shtojmë këndimin e Kur'anit dhe sadakan. Allahu i ruaj.